Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër episod të Portrete Bukurie, programi që na çon drejt finalizimit të ëndrrës së madhe, Miss Shqipëria 2025, në 18 qershor në Amfiteatrin e Liçenit këtu në Tiranë, ku jeni të gjithë të ftuar që të na bashkoheni. Sot do të kemi mundësinë të njihemi më nga afër me 5 vajza të jashtëzakonshme, ku nuk kanë vetëm bukurinë, por edhe histori frymëzuese për të ndarë me ne. Ju mund votoni të preferuarën tuaj në webin zyrtar të Miss Shqipëria. Qëndroni me ne dhe mos u largoni që të zbulojmë së bashku portretet e tyre, emocionet, sfidat dhe pse, sipas tyre, ato mendojnë që meritojnë votën tuaj. Tani është koha për të ulur e për të folur zemër më zemër. Secila nga vajzat ka kohën e saj për të rrëfyer e për të ndarë me publikun histori personale, sfida, motivime dhe momente që i kanë formsuar në persona që janë sot. Jam Nancy Zguro, jam 20 vjeç. Kam lindur në Greqi, jam rritur në Berat, por me origjinë jam nga Korça. Aktualisht jetoj në Tiranë pasi studioj administrim biznesi. Arsyeja pse unë kam ardhur në Miss Shqipëria, normal si çdo gos tjetër, është ta fitoj. Gjithmonë kam pasur pasion që kur isha e vogël, edhe rrethi shoqëror, edhe familja gjithë, si familje përkushtuar si gjithë familjet e tjera, më thoshte që ti duhet ikësh se s'bën të konkurosh në një konkurs bukurie, në një kompeticion të tillë, pasi ke shumë potencial. Edhe ja ku jam sot, duke konkuruar dhe për ta fituar. Hobi im është aktrimi, duke u rritur familja ime shumë e përkushtuar, më ka çuar në lloj-lloj kursesh ndryshme, këndim, kërcim, aktrim, e pash që nuk kisha talente këto të tjera dhe kisha më shumë potencial te aktrimi. Kur kam qenë e vogël, fëmijëria ime ishte shumë e bukur, kam qenë ai fëmia jo problematik, kisha edhe një vëlla më të madh, i cili quhet Frenki. Ai ishte gjithmonë më problematiku, gjithmonë sillte situata jo të mira në shtëpi dhe isha pak si e lëm pas dore, por sidoqoftë kam kaluar një fëmijëri shumë të bukur, isha gjithmonë shumë pozitive, shumë e lumtur, shumë e gëzuar mes familjarëve të mi që i dua shumë, mami, babi, vllai. Kam pasur një marrëdhënie shumë të ngushtë me gjyshem, edhe ajo vuante nga një sëmundje shumë e keqe, se nuk do as çaj tani, se nuk jam fare tipi tillë që çaj. Ishte sëmur. Doktorët i thanë që ke 6 muaj jetë, por pas 2 javësh ndodhi ajo. Kisha një lidhje shumë të ngushtë, jetoja me gjyshem. Çdo sekret më shumë ja thoja gjyshes se sa mamit. Edhe gjyshe ka pasur shumë qejf që unë të vazhdoja për modele në një kompeticion të tillë. Unë kam qejf të merrem me real estate, të shitjet më shumë. Shoh që bëj një marketing shumë të mirë për ndonjë produkt caktuar ose ku e di unë. Por që jam vërtet shumë e mirë te kjo pjesë edhe të gjithë ma thonë. Nuk më dugej vetja për modele, nuk mendoj se i përmbushja të gjitha kriterit gjatësinë që janë këto. Por që pastaj e pash që okej, jam shumë e bukur edhe, po futem, bas e fitoj. Dhe për këtë kam ardhur ta fitoj, kështu që votoni. Unë jam Juna Latifi, jam 17 vjeç, nga qyteti Elbasanit dhe jam në vit 2 gjimnaz. Këtë eksperiencë vetes e kam dashur që e vogël, pasi që e vogël dhe familja dhe çdo njeri më ka mbështet shumë dhe më ka thënë që duhet ta vazhdoj si rrugtim. Biles që fëmijë bënim ato Miss Lagja, më lidheshim me gocat, edhe ka qenë gjithmonë pasioni im që po mos dilja e para, më vinte super inat. Mami, babi, nëna që i kam në shtëpi,
janë suportuesit e mi më të mëdhenj për këtë udhëtim që unë përmarr. Motra jo aq shumë, por që do ta rregulloj me kalimin e kohës. Dhe mami sidomos ka qenë ajo që edhe më shtyu që të aplikoja, që të vija, se i kisha qik me siklet kamrat edhe këto. Në që kur kam qenë e vogël, mi që mami im ishte e fiksuar që nuk donte që unë të ngjaja si një çun rebel, dhe pse unë atë karakter kisha, unë ka përceja muret e një xhamie që kishim aty ke lagja për të futur ke një konvikt. Dhe thjesht mami ime kishte vdekje këtë, donte të më vishte çik me pinki, çik me geta, me lule, atë bishta lecin këtu që kur e kujtoj mikën mendi akoma. Mami e kishte fiksim, blinte ca palto roz, ca golfa të kuq, me viza, me lule. Unë i kisha vdekje t'i vishja ato për shkollë, po më detyronte se më vishte çdo mëngjes vetë dhe nuk isha ku shkoja, doja unë. Ato do t'i vishja, pikon të loti këtu, po më fshinte para se t'i kja në shkollë. Kam qenë it girl që e vogël dhe kjo është vetëm fal mamit tim, që më vishte si një top modele që fëmi. Përveç familjarëve të mi, duhet bëj krenar gjyshim që para 3 vitesh më ka ndruar jetë nga Covidit, cilin e mbaj edhe ke medaljoni, që kam gdhendur me portretin ati. E mbaj gjithmonë me vete, edhe ka qenë, do të thënë, gjë që mund të përpiqem në jetë që të bëj ose të krijoj për veten, mendoj që gjëja parë që të bëj është paktën ta bëj atë që të ndihet krenar për mbesën që ka rrit, pasi ka qenë njeriu që më rriti, më donte që t'isha gjithmonë e para dhe kur ai ka ndruar jetë ka qenë një nga sprovat më të mëdha që mu desh të ndërmerja, pasi ngeli peng që herën e fundit nuk i fola se nuk doja ta shifja të smur, se mendova që do ta kisha, po Zoti nuk deshi ta linte me neve. Dhe mundohem për çdo gjë që bëj në jetë që kam një arritje, thjesht shoh lart edhe i them që gjysh po ja dal. Kemi Shqipëria kam qëllim kështu të dalë para, por që gjithsesi gjitha gocat janë shumë të mira. Edhe shpresojmë që të fitojmë më mirë. Përshëndetje, unë jam Natalia Lalaj, jam nga Burrelli, edhe jam e lindur në Greqi, edhe tani jetoj në Angli. Jam 21 vjeç, edhe familja ime janë 5 persona. Kem babi, mami, motra, vllai, unë dhe vllai vogël. Studioj marketing në Angli dhe pasioni im është kërcimi këtu dhe 10 vite. Kam marru kursin në Angli, 2 vite që mund të mësoj në për moshët të vogla. Para 10 vitesh huma babin nga një aksidenti ndërtimi punë dhe që atëherë gjithçka ndryshon jetën time, jetën gjithë familjes. Motra lëviz në Angli edhe mundu me na marrë edhe neve bashkë. Dhe tani jetojmë gjithë bashkë në Angli. Vitet e para ka qenë shumë të vështira, si me mamin, me motrën, po motra mundu që ditën e parë t'ishte afër të mami. Dhe kjo motra është arsyeja që jemi ku jemi sot, si unë, si vëllezërit e mi. Për çdo mjes haja me babin mjes, dhe ishim çu bashkë në orën 6 mjesit, dhe na beri me hangër mjesin, dhe kur erdhi ora për me që tiki unë shkollë, për qelli deri te dera shtëpis që të merr autobusin me ikë shkollë. Dhe kur me la që të kaloj rrugën, kur jam hyp në autobus, tamam e kam ndjenjë që kam ndjenjë diçka në zemër. Dhe kur jam fut në autobus mrena, veç kam hap pertën në autobusit dhe kam puth babin nga larg. Dhe kishim premtuar që do vihet me marri nga kursi. Dhe kur erdhi ora që marrova kursin, dola jashtë edhe si ishte babi atje. Isha personi fundit që takoj babi. Kur pash mi Shqipërinë, në për TikTok, që pash Klen që doli, thash pse jo të provoj, edhe masi mbaroj edhe kjo me Shqipërinë, që është një privilegj të jem pjesë kësaj eksperience, që e fijim i madh është që t'jetoj Shqipëri, se s'ka më mirë se sa t'jetosh në vendin tatë. Përshëndetje, quhem Geraldina Iliazi,
vi nga qyteti Sarandës, jam 19 vjeç, studioj te liceu artistik, jam për një instrument që quhet oboe. Është një instrument frymor, i ngjashëm me klarinetën, që e kemi ne nga jugu. Familja ime përbëhet prej 5 pjesëtarësh, jam unë, motra, vëllai dhe 2 prindrit. Ata merren me një biznes të vogël që kemi në Sarandë. Pasi mbaroj vitin shkollor këtu në Tiranë, shkoj në Sarandë, normalisht me gjithë mallin që kam, takoj familjarët, të afërmit e tjerë. Normalisht fillon sezoni turistik që kemi, dhe merrim aty me dhoma, si ta themi, si punë menaxhere në thonjza. Miss Shqipërinë normalisht e kam pasur ëndër, si ta themi, që e vogël, se mos të besha dhe unë një modele e famshme në Shqipëri ose dhe në botë. Ka qenë shtysa ime, do me thënë, ka qenë mami, ka qenë dhe motra. Gjithë familja ime, por motra dhe mami janë më shtysa ime më e madhe, do me thënë, që kam dhe në jetë. Shko te Miss Shqipëria është një ide shumë e mirë, ti e ke pasur qef që e vogël, se mos ta realizosh këtë ëndër. Unë ndërkohë që kisha ato frikrat e mia, jo po si da kaloj, është diçka e parë për mua. Fëmijën time e kam kaluar afër detit, afër mbretit, si themi neve. Kam një lidhje shumë të ngushtë me babin, që e vogël, ai më ka mësuar dhe notin. E kam mësuar diku të rreth moshës 7 ose 8 vjeç, nuk e mbaj më të mirë. Nuk e di që atëherë, do me thënë, për çfarë do lloj gjëja, ai më ka mbështetur deri tani në rrugtimin tim. Te Miss Shqipëria po e kaloj me të vërtet shumë bukur, është një eksperiencë që nuk do më vi më asnjëherë në jetë, është e para dhe e fundit, jam e sigurt. Shpresoj që të fitoj ose çmimin e parë, ose edhe ndonjë çmim tjetër, nuk jam vetëm përfitore, por dua thjesht një eksperiencë në jetën time. Dhe nëse e fitoj, dua të promovoj dhe biznesin tim, po dhe për shumë gjëra të tjera. Përshëndetje, unë jam Maria Burbuqi, jam 19 vjeç, vi nga qyteti Korçës, vazhdoj studimet në Fakultetin Juridik. Shpresoj që në të ardhmen të bëjmë një prokurore. Ëndra ime më e madhe ka qenë që e vogël që të jem pjesë e kësaj fushë dhe të arri sa më lart. Në Miss Shqipëria kam pasur shtysën më të madhe, kam pasur mamin. Unë me mamin jam shumë e lidhur për shkak se është vetmi person që kam. Babi im ka ndruar jetë kur unë kam qenë 10 vjeç dhe jemi lidhur shumë me njëra tjetrën. Unë e shikoj mamin tim, suportin tim më të madh. Ka qenë për mua aty në çdo moment, edhe kur unë ka filluar 9 vjeçaren, edhe kur unë ka filluar gjimnazin, edhe në këto momente që unë jam këtu, ajo është suporti më i madh. Në moshën 6 vjeçare, babi me mamin tim e divorcuar. Ishte diçka që nuk mund të them që do ja uroja çdo fëmijë, është gjë më e keqe që një fëmijë mund të përjetojë, sidomos një moshë të vogël, për shkak të ndarjes dhe për shkak të faktit që ata pjesën më të madhe duhet të jesh në lëvizje, pra nga një shtëpi tek tjetra, dhe ato takimet javore që të bëjnë që sadopak të ndjesh i larguar nga një prind ose tjetri. Figura e babait tek jetën, sidomos e një vajze, është shumë e rëndësishme, pasi përherësh e shpreha që vajzat janë më të lidhura me babin, dhe në një moshë, sidomos të adoleshencës, vajzat janë më të lidhura me babin për shkak se shikojnë se mbështetje më të madhe ose shikojnë si atë figurën që i mbron. Kur shikojmë moshataret e mia, them që mund të ktheheshin nga një dalë e vonë dhe do kishin babin që do i merrte. Unë nuk isha njeri, edhe duhet që mund të isha vajza që duhet të piqesha pak më shumë, sepse isha vetëm me mami, nuk kam asnjë vlla, dhe duhet të mundohesha që të siguroja veten time. Pra, të mos bëja gabime, sepse nuk doja që të isha shqetësimi mamit tim. Dhe që kur isha e vogël, mund të kemi qenë më e gjata në klasë dhe pjesën më të madhe të rasteve, do me thënë derisa u rita, kisha shumë këtë shtysën që bëu, vazhdo për modeling, hyrë në fushën e modës. Miss Shqipëria më duk si një ndër opsionet më të mira dhe një mundësi shumë e mirë për të ardhmen time. Mendoj se do më hap dhe shumë dyer në jetën time, sidomos në fushën e eksperiencë, dhe mendoj se do jetë dhe një kujtim shumë i bukur për gjatë jetës time, për të treguar më vonë.
Kjo është pjesa që na pëlqen të gjithëve. Muhabet gocash, ku gjithçka është reale dhe nuk ka filter. Do të flasim për bukurinë natyrale, për miqësitë, për dashuritë, mbi të gjitha për rrjetet sociale dhe gjithçka që ndikon në jetën tonë. Goca, si keni marrëdhëniet me rrjetet sociale, Nensi? Të them të drejtën, i kam shumë mirë. Nga Instagrami ta krahasoj me TikTokun, unë jam më shumë person që ri më shumë në TikTok. Më duket më aplikacion, më platformë argëtuese, mendimi im, edhe jam aktive në TikTok se sa në Instagram. Po tani që është bllokuar. Kove të fundit jam bërë dhe aktive në Instagram, po mundohem. Por që tani që kam bllokuar TikTokun, ngelesh te TikToku, gjithsesi mes të dyjave. Për mua TikToku s'u bllokua kur. Juna? As për neve. Unë i kam marrëdhënie shumë mira me rrjetet sociale, i kam pas, i kam, do t'i kem gjithmonë, se jam edhe njëri shumë social vetë. Marrëdhëniet më të mira me Instagramin, do thoya, me TikTokun ka qenë dikur, me Instagramin janë tani, më duket rrjet social më i vërtet, nuk e di pse. Më duket më i besueshëm se sa TikToku. TikTok më shumë për content edhe për fan. Për fan, nuk mendon që Instagramin ndoshta e kanë edhe njerëz që janë pak më të rritur edhe e përdorin më shumë për arsye pune. Geraldina, për ty si është marrëdhënia? Aplikacioni, por që përdor më shumë është Instagrami përsëri. Më përpara kam pas, domethënë, TikTokun që hidhja video kështu, por nuk e di, e kam lënë. Tani vetëm Instagramin, domethënë, aty kam miqtë e mi, kam të gjithë të afërmit e mi që përdorin. Krijon lidhje me gjithë njerëzit që ti don, edhe prandaj e ke të preferuar. Natalia, për ty? Unë më përpara përdorja më shumë Instagramin, por besoj që tani të sot me TikTok është më shumë për me zhvillu karrierën tatë më shpejt. Bash më shpejt famos, sa mund bash në Instagram. Këtë e she më shumë në Londër, duke qenë se ti jeton atje, apo këto kohë e fundit që ke qëndruar në Shqipëri, kush mendon? Janë të ndryshme në të vendet? Jo, është batani dhe Shqipëria të njëjtë. Është e njëjtë. Është e njëjtë. Maria? Unë jam përdoruese më e madhe e Instagramit. TikTokun mund ta shikoj më shumë për të parë disa video apo për thjesht për të kaluar pak kohë të lirë. Kam qenë përdoruese edhe TikTokut shumë gjatë kohës së karantinës. Mendoj që aty u bëm të gjithë. Dhe ishte një përshqitje dhe video, ndërsa tani thjesht kaloj kohën dhe thjesht shijoj video dhe trendet. Po mirë, një pyetje, keni fshirë ato video dhe karantinës që keni hedhur, se të gjithë njerëzit rezultojnë që zoti që nuk e hodha kur, po ti kisha hedhur dhe ishin gabimi im më i madh. Ndërsa unë e kam bërë si gabim. Okej, shumë mirë, e bëra si gabim, i fshiva. I fshive, i ke fshirë tani. Nga kujtesa, se s'dua ta kujtoj fare. U bë si që edhe nuk ka problem. Geraldina, ti hodhe video gjatë karantinës? Po, hidhja shumë, me të vërtet shumë video. Je penduar tani për atë video? Jam penduar, por janë fani. Janë pak fani. Se më mirë që nuk i kam hedhur, domethënë. Nuk i ke hedhur? Jo, thjesht i mbaj aty në draftin tim, edhe nëse hidhja thjesht me të afërmit. E kishe privat, nuk e kishe publik, e kuptoj. Natalia, po ti, apo nuk? I postoja, i fshiva, po sa do pak u pendova që kam shi. U pendova që i fshive? Po, sepse gjatë karantines gjithë u banë ma famoz. A je mërzitur se nuk përfitove nga ajo viraliteti që u bëtë për ju? Duhet merreshe më shumë. Kujdi, ndoshta ndonjëra nga ju do ishte TikTok famous, po të kishte marrë pak më shumë iniciativë gjatë karantinës. Mendoj se do isha meme, jo famous, po që... Edhe unë i bëra, i hodha edhe i fshiva, pastaj si gjitha ju se... Po, cili është trendi më i fundit që mbani mend nga TikToku ose Instagrami që e keni pëlqyer ose që ju ka ngelur në memorie, Nensi? Mua më pëlqen shumë ai trendi ku gocat influencer të ndryshëm lyhen, zgjedhin një veshje, get ready with me. Më pëlqen shumë është nga ato të pakta videot që unë mund ta shoh deri në fund, se kam fare problem. Të pëlqejnë zakonisht ato që janë spontane apo ato që kanë edhe make-up artistët edhe... Jo, spontane. Spontanet janë më fan sipas teje. Juna? Trendi më i fundit që kam ndjekur në TikTok që me natin, e kemi postuar tek TikToku natin. Qa trendi keni bërë, ha? Se jo, natë kënoj... Azul gjibal. Do na e bëni pak? Jo, ta bëjmë. Ta bëni pak, ha bëjmë. Ta bëjmë muzikën? Jo, muzikën nuk e vëndot, po Natalia e këndon të më duke. Kështu që, me mikrofon në dorë, po. Që ke ti të te ke.
Edhe bëhet e hodhë në TikTok. Po ndonjëherë nga ju, di ndonjë trend tjetër? Di unë. Ha, edhe ti do na Sa të duash, por duhet kem pak kujdes. Po. Wait! They don't love you like I love you. Wait! E ke postuar apo? Jo, se kam postuar. Nuk e ke postuar. kam Edhe unë e dija këtë trendin, është bërë shumë i famshëm edhe juve gocave. Geraldina, ti e bërë pjesë ndonjë trendi? Unë këtë po një sorë që këshim bërë gocat, këtë e kisha bërë, me thënë, e bëja gjithmonë, me të afërmit, me shoqet e mia. Është bërë shumë i famshëm, e vërtet. Po. Maria? Para ndjek shumë trende. Nuk i ndjek. Dhe mos të kërcimit njerë, i kam lënë ku isha me vogël. Nuk të... Isha ka musically në përpara. Musically, po. Nësa tani thjesht si Nancy, pashtu më pëlqen të shoh këto video të make-up artist. Ne, kuptoj. Ju pyeta për ato që ju pëlqejnë më shumë, po ato që nuk ju pëlqejnë fare. Keni ndonjë trend që nuk ju pëlqen fare? Them të drejtën, nuk po më kujtojt asnjë për momentin. Nuk të kujtohet? Jo. Fare? Domethënë, të gjithë mendoj se janë overrated, janë më të vlerësuar se duhet. Por që prap janë fan, janë argëtues, edhe të gjithë i shohim, nuk është se kam ndonjë trend kështu që... Pra, mendoni që gjërat bëhen virale ndonjëherë edhe kot? Po. Juna si, pse mendon? Unë shoh domethënë shumë trende që mund t'i bësh diçka të tepruar dikujt, pranks. Dhe shkojnë shumë virale, ndërkohë që dikush mund ta ketë shumë problem, ose trende me... Trende që i bëjnë njerëzit të ndjenë keq. I bëjnë njerëzit të ndjenë keq, ose trende me keq përdorimin e ushqimit edhe çdo lloj gjëje tjetër që shkojnë shumë virale, ndërkohë që janë ca gjëra që disa njerëz i bëjnë të ndjenë keq. Nuk i kanë edhe nuk kap se të jetë virale diçka e tillë. Diçka që i bën të ndjenë keq. Geraldina? Po, kam parë, domethënë, është bërë dhe si trend, si ta themi, në thonjza, me keq të kafshëve, si ta themi. Po, keq trajtimin. Me keq trajtimin e kafshëve, dhe nuk e di domethënë që si mund të bëhet bëhet trend virale një gjë e tillë. Nuk e di, të vjen... Të vjen keq, edhe nuk është diçka që duhet promovohet në rrjetet sociale, ku në TikTok, shef, po. Në gjitha moshat ka akses. Po. Natalia? Unë për i farkohë shifja sa video që dalin kështu në mikrofon përpara dhe hajshin buk. Përpara mikrofonit, ose me thonjë që bajnë like... Po, janë mukbangs quan në mos gaboj. Isha të bëjë shumë virale edhe... Nuk duken... Me hangër buk, edhe ajo zhurmë. Unë i shoh ato. Të pëlqen interesante. Po. Të pëlqen zhurma që krijohet se ato përdorin mikrofona. Më hahet shumë buk. Futem në YouTube dhe shoh ato mukbangs. Po. Të shuan urinë si funksionon? Më duket sikur më ngop. Ngopësh duke parë ato. Po çfarë ushqime të pëlqen më shumë? Se ato i bën me ushqime nga më të ndryshmet. Këto të kripurat, jam më shumë të kripurat. Të kripurat. Para shoh ëmbëlsira. Edhe ato që janë të po e di kam parë. Shumë shumë kështu. Natalia, ti s'të pëlqejnë? Fare. Të bezdisin. Zhurma, ma heshin trunin fare. I bën kështu Kisha skip. bërë blok. I bërë blok, skip. Se ishëm të më dalë pasaj dhe live. Po i ke kështu live. Qyqat. Edhe nuk pëlqenin fare. Kalove të bloku direkt. Maria, i ke bërë ti blok ndonjë trendi? Blok, jo. Po nuk më pëlqen shumë këto në lidhje me trupin që dalin për shembull që krijojnë këto standardet e femrave të mbushura, se femrave më të holla. Edhe krijojnë ndonjëherë nuk pëlqen standardizimi i një që të vajzave që thonë sigurt isha edhe unë kështu ose nuk do hap bukë për një javë dhe krijojnë standarde. Po. Vajza, shumë faleminderit që danë me ne informacione edhe këto trendet kaq të bukura. Do të shihemi pas pak në një rubrik po kaq fan, sa ç'ishte edhe kjo. Koha për pak lojë dhe shumë të qeshura. Tani goca, unë do t'ju them fjalë të urta popullore, por do të them vetëm një pjesë të tyre dhe pjesën tjetër duhet ta përfundoni ju. Keni pak, do të thënë, i dini këto shprehjet e urta popullore? Ja, disi. Okej, do t'i them shumë shpejt, nuk do i përsëris, të shohim kush mund të gjejë më shumë. Gati? Gati. Përmend mikun? Begati dhe bani. E mirë, këtë e dini të gjitha, kaluat. Qik më shpejtë, se kështu avash i themi të gjitha ne. Nuk mbahen dy kunguj? Në një sjetull. Kush nga të dyja tha para?
Maria e pranon se apo e the tjepa? E pranon. Okej. Më thuaj me këri? Juna po ju a merr të gjithave. Bravo Juna. Megjithëse edhe Maria e thot po ta lëm duket po e mban me hatër, ë? Edhe këtë të fundit. Edhe këtë të fundit. Okej, vazhdojmë. Dashuria që ushqehet me dhurata? 15, është gjithnjë e uritur. Kjo ishte, për s'ka gjë, një nga ato që kemi thënë tani, mirë jeni. Vazhdojmë te tjetra. Gjuha vete? Ku të bëjmë? Ta mori Maria. Edhe Natalia u mundua, po gjithsesi. Kur s'ka kokë? S'ka këmbë. S'ka këmbë. Bravo Nancy. Edhe diell të bëhesh? Nuk i ngrot do të gjithë. Të tërë nuk i ngrot do, po aty je e gjete, kështu që mendoj që këtë e fitoj Juna. Jeni dakord? Po. Tani do t'i njohim vajzat përmes një forme tjetër, përmes një objekti, se cila nga ato ka sjell një objekt që për to ka një domethënie shumë të veçantë. Nancy të shoh me një arush shumë të bukur në dorë. Po, shumë i bukur. Cila është historia? Atëherë mua këtë arushin ma ka bërë dhuratë gjyshja, e cila ka ndruar jetë. Dhe sër jam me këtë arushin, sepse qojmë çdo mëngjes, fle, e kam gjatë gjithë kohës e kam me vete. Edhe më bën të ndihem shumë safe. Sikur e ke edhe gjyshen afër. Po, sikur e kam gjyshen afër edhe më mbron. Ke pasur një lidhje të ngushtë? Po, kam pasur një lidhje shumë ngushtë me gjyshen. Jetoja me gjyshen apo? Po, jetoja me gjyshen. Çfarë momente të bukura keni kaluar kur jetoja me ta? Po, kur shifja telenovela me gjyshen bashkë. Kishte qef telenovelat, ë? Po, dilja për ecje. E shoqëroja gjithmonë? Po, e shoqëroja. Gatuanit bashkë? Po, gatuanim. Ja ke marrë në çik dorën gatimit nga gjyshja, apo? Aty. Mund të bëj më mirë. Mund të bësh më mirë. Edhe arushin e mban gjithmonë me vete. Ta kanë kërkuar ndonjëherë që t'ja japësh dikujt, për shembull një personi? Jo, s'ma kanë kërkuar, po edhe sikur ta kërkojnë, nuk do ja jap. Juna, cili është objekti që ke zgjedhur? Është varsja me medaljonin me portretin e gjyshit të gdhendur. E mbaj për fat të mirë gjithmonë. Nuk e di, më duket sikur ka një vetim mbrojtëse çdo ditë. Duket sikur të mbron gjatë gjithë ditës. Ti ke pasur një lidhje shumë të ngushtë me gjyshin apo jo? Gjyshi më ka rrit. Edhe ishte portreti i... Të mungon? Pafund. Të mungon. Të bën që të ndihesh sikur e ke më afër me anë të... Po, çdo ditë. Biles kur ka raste që mund ta heq, që nuk më shkon me veshjen, ndihem shumë keq gjatë gjithë ditës, sikur më mungon diçka ke vetja dhe iki shpita vet direkt. E bën shpesh këtë kompromis që ta heqësh për veshjen apo shumë rrallë? Shumë rrallë. Okej, në rregull. Geraldina, ti ishe nga liceu, apo jo? Je instrumentiste. Cilin instrument ke zgjedhur që... Atëherë, kam zgjedhur të marrë instrumentin e oboes. Është një instrument frymor. Kam 3 vite që e luaj këtë instrument. Është i vështirë? Është i vështirë të themi të drejtën. Të shumë kohë që ta praktikoje dhe... Po, të praktikoje shumë me frymarjen, me buzën, me bukatinën që i themi. Por që me kalimin e kohës, gjithsesi... Pse zgjodhe nga gjithë instrumentet këtë? Zgjodha këtë instrument sepse është shumë i veçantë, si ta themi, në Shqipëri është një nga instrumentet më të veçanta, si mund të themi. Është... Mund ta montosh tani që ta shohim? Po. Se më thej që nuk luaje dot, se të duheshin edhe gjithë gjërat e tjera, po ta montosh që ta shohim pak. Duket shumë i bukur, tu desh shumë kohë që ti merje dorën edhe montimit? Po. Çdo gjë, do me thënë, e kam pas shumë të vështirë në fillim, por që ajo që thash me kalimin. Ky do t'jetë profesioni yt në të ardhmen, apo jo? Shpresojmë që po. Të shtëpisë të kërkojnë, shpesh që ta luash për to? Po. Në festa familjare, për shembull. Duket instrument i vogël, po që pas ka punën e... Është i lodhshëm? Është i lodhshëm, si të themi, në fillim e kam pas shumë të vështirë dhe me mbajtjen e gishtave, me pozicionin e tyre, por që... Kishe dëshirë, kështu që praktikove. Shumë i bukur dhe shumë komplimente. Shumë faleminderit. Natalia, një kulet shumë e bukur, duket edhe që e ke nga kohë, besoj. Ka 8 vite, ma ka marrë pika ime dobët, vllai im i vogël.
Ishte Krishtlindja e parë që kalova veç unë, vllai edhe mami, masi motra edhe vllai i madh kishin lëviz në Angli, edhe sepse kishim vetëm njëri tjetrin, ishim të fol shumë me njëri tjetrin, edhe kisha kalu një periudhë të keqe me veten, edhe më kishte marrë këtë. Të ti e mbajnë gjithmonë. Edhe mbaj. Edhe kam në fotografit e vëllezërit mi. Bukura. Ti e mban akoma, apo jo? E mbaj akoma. Janë bërë xheloz motra dhe vllai tjetër që ti jep shumë rëndësi? Jo shumë, se din që kena pas Një lidhje të veçantë? veçan me një Edhe tjetër. nuk... Ti dhurove gjërat Krishtlindja, apo? Jo se dhurove. Vetëm ai të dhuroi ty. Ai mu. Po, gjithsesi, një kujtim shumë i bukur për ju të dy. Maria, shoh që ke, shumë e bukur edhe, shkëlqente që kur e solle në fillim. Çfarë historie? Atëherë, ky është një angjëll i vogël, është bërë dhuratë nga mami im, dhe këtë e mbaj gjithmonë te komodina, afër krevatit tim, dhe simbolizon atë paqen, atë mbrojtjen që unë e kam gjithmonë me vete, nga mami, për shkak se jam në fëmijë vetëm. Edhe ke lidhje të ngushtë me kam mamin. shumë lidhje të E ke pasur ndonjëherë problem që ishe fëmijë vetëm, apo çmoje këtë lidhjen që kishe me mamin duke qenë se kishe njëra tjetrën? Shumë fëmijë dhe mund ta kem pasur për shkak se është një lidhje që mungon, për shembull një shoqe ose një vëlla që mund ta kesh si shok, dikush që mund të komunikosh, por unë personalisht nuk e kam pasur shumë problem. Kam pasur shumë familjar dhe kam qenë me lidhur me ata dhe nuk e kam ndier asnjë mungesë në një motre apo një vllai. Në rregull. Vajza, shumë faleminderit që ndat me ne këto objekte që mbajnë shumë histori të rëndësishme për ju. Tani është një nga momentet më të rëndësishme. Kemi dëgjuar historitë tuaja, por tani është koha që ju t'i drejtoheni publikut. Keni vetëm 30 sekonda në dispozicion. Pse duhet ju votojnë për të qenë Miss Shqipëria 2025? Nancy. Duhet të më votoni mua, pasi jam një vajzë shumë e përkushtuar, punoj shumë fort dhe me pasion, dhe dua të inspiroj dhe motivoj gjitha gocat që kanë të njëjtën dëshirë dhe ëndra si puna ime, dhe unë si gjithmonë me një moto, nëse do diçka që s'e ke pasur kur, duhet bësh diçka që s'e ke bërë kur, kështu që goca, forca vetes edhe votoni mua. Unë mendoj që përmbush të gjitha kriteret që njerëzit më votojnë, përveç bukurisë jashtme, që është një nga kriteret më thelbësore. Mendoj që edhe bukuria e brendshme ka të bëjë shumë me një njeri, dhe unë këtë e përmbush më së miri me një shpirt të bardhë që kam, dhe të motivoj shumë vajzat e reja për një model që mund të kenë dhe të ndjekin në jetën e tyre. Përveç pamjes fizike që kam, mendoj se duat që të fitoj, që të më zgjedhin për Miss Shqipëria 2025, pasi përmbush gjitha kriteret, si temi, dhe jam e lidhur me artin, me muzikën, se të mos zgjidhem. Duhet më votoni mua, sepse ndjem që përfaqësoj një kombinim inteligjencë, thjeshtësi edhe përkushtim për këtë titull. Jam krenare për rrënjët e mi shqiptare dhe doja që t'isha një frymëzim për gocat e reja ditës të sotme që të besojnë tek vetja. Se jo njerëzit më votojnë për atë që unë mund të jem për brenda dhe të gjitha karakteristikat e mia më të mira dhe po ashtu dhe atë të jashtme. Faleminderit, vajza. Kanë prezantuar veten dhe ju kanë ftuar juve publik që t'i votoni në faqen zyrtare të Miss Shqipëria www.missshqipëria.com. Tani është momenti juaj që të votoni për të preferuarën tuaj. Na ndiqni në episodin e radhës kur do të njihemi me 5 vajza të tjera të jashtëzakonshme që konkurrojnë për kurorën e Miss Shqipëria. Para se të ndahemi, ju ftoj që të ndiqni klipin nga udhëtimet në turin e Miss Shqipëria 2025. Faleminderit.
Miss Shqipëria 2025